Korrupsioni vazhdon të lullzojë në vend. Policia ka arrestuar drejtorin e spitalit të specializuar për mjekësi geriatrike dhe paliative në Shkup, Muhsin Arifin, në ndyshimin se ka marrë mito. Këtë informacion e konfirmoi edhe Ministria e Punëve të Brendshme për të vëshenjan. MPB bën me dije se për këtë rast dyshohet edhe një person tjetër, por nuk japin detaje më shumë. Në aksionin e koordinuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka arrestuar 2 persona në ndyshimin për vepra penale, marrje e mitos dhe marrje e shpërblimit për ndikim të paligjshëm, po veprohet për zbardhjen e plotë të rastit. Sipas informacioneve ende jo zyrtare, drejtori i spitalit geriatrik Arifi ka marrë mito për të hospitalizuar një pacient. Spekulohet se bëhet fjalë për një shifër rreth 20.000 euro, por kjo nuk është konfirmuar ende. Në këtë objekt shëndetësor pranohen pacientë të rritur, në gjendje më të rëndë shëndetësore. Kulisat e pritjeve janë të mëdha, ndërsa numri i shtretërve është i kufizuar. Arifi është kuadër i Aleancës për shqiptarët krahu i Arben Taravarit, në krye të spitalit geriatrik e ka vendosur Taravari në korrik të vitit 2024.